Unë e kam njohur në punë dhe njerëzit njihen në punë, thua. E kam njohur vite më parë, kur kemi qenë koleg të dy qeverive. Ai drejtonte Ministrinë e Mjedisit, të infrastrukturës dhe planifikimit hapësinor. Dhe ky është Libur Narliu. Libur Narliu, arkitekt në profesion, por me një karrierë të gjatë në politikë, me 2 mandate deputeti në Parlamentin e Kosovës, me një karrierë të gjatë në ekzekutiv, 4 vite ministër, pra i mjedisit, planifikimit hapësinor dhe infrastrukturës. Edi Rama ka punuar historikisht për Shqipërinë dhe për Kosovën me të njëjtin pasion dhe dëshirë për t'i parë shqiptarët në lartësinë që ata e meritojnë. Kryeministri ma ka aprovuar propozimin tim, duke madje e mbështetur, pasi porti i Durrësit është porti shqiptarëve dhe nuk është porti i Shqipërisë. Sot merr stafetën dhe që prej këtu e tutje ato rrugtim i cili do të na çojë drejt realizimit të një plani strategjik për transportin detar do të jetë në duart e tij.